Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton një gotë nga kjo pije dhe mëlçia juaj do të bëhet 20 vite më e re. Mëlçia është një organ shumë i rëndësishëm trupor dhe nëse nuk e trajtojmë siç duhet, mundet që të shkaktojë sëmundje serioze të ndryshme dhe të ndikojë në të gjithë organizmin ton. Vitamina K është një vitaminë tepër e rëndësishme dhe mundet që të ndihmojë mëlçin ton për prodhimin e proteinave dhe ndihmon procesin e mpikses së gjakut. Gjithashtu mëlçia thyen qelizat e vjetra dhe të dëmtuara të gjakut. Ky organ i rëndësishëm luan një rol tepër të rëndësishëm në vetvete. Mëlçia është një organ tepër i rëndësishëm trupor dhe nëse ne nuk e trajtojmë ashtu siç duhet, mundet që të shkaktojë sëmundje serioze të ndryshme dhe kështu të ndikojë në të gjithë organizmin ton. Vitamina K është një vitaminë e rëndësishme për mëlçin ton sepse prodhon proteina dhe ndihmon procesin e mpikses së gjakut. Mëlçia thyen qelizat e vjetra dhe të dëmtuara të gjakut. Ky organ i rëndësishëm luan një rol shumë të rëndësishëm në të gjitha proceset metabolike në trupin ton dhe kur metabolizmi përmban yndyrra, i thyen ato dhe prodhon energji. Mëlçia ka aftësi për rigjenerimin e vet. Nëse nuk kujdesesh për mëlçin, mundesh që të sëmuresh seriozisht. Disa nga sëmundjet të cilat të lidhen me një mëlçi të sëmur, ato shfaqen për shkak të një diete jo të shëndetshme ushqimore, konsumit të tepërt të alkoolit e të tjerë. Një nga frutat e cila mundet t'ju ndihmojë me problemet e mëlçisë është fruti që quhet tamarind. Është e rëndësishme pasi mundet që të eliminojë yndyrën e cila gjendet pikërisht tek mëlçia juaj. Ky frut është gjithashtu i dobishëm për detoksifikimin e trupit, përmirëson tretjen tuaj, ul kolesterolin, shëron çdo problem dhe nga ana tjetër ai mundet që të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vetëm 2 grushte frutash tamarind në një blender, vendosni pak ujë brenda dhe përzieni mirë çdo gjë. Treteni përzierjen e përftuar dhe pijeni atë gjatë tërë ditës. Gjithashtu ju mundet të përgatisni çajin e tamarindës. Thjesht vendosni 25 gjethe tamarind të lara mirë në një tenxhere me ujë të valuar. Lëreni të ziejnë për 20 minuta. Pas kësaj mundet që të aplikoni dhe pak mjalt nëse dëshironi. Pijeni këtë 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Ju do të vini re shpejt se të gjitha problemet tuaja me mëlçin do të jenë zhdukur. Mëlçia është një organ i rëndësishëm në trupin e njeriut. Ajo luan shumë role thelbësore në organizëm si për shembull pastrimi i gjakut, luftimi i infeksioneve të ndryshme dhe tretja. Mëlçia është organi i vetëm në trup që rregullon veten në rast të dëmtimi, por ajo gjithashtu ka nevojë që të pastrohet rregullisht. Në këtë video ju do të mësoni disa receta dhe pije të thjeshta të cilat do t'ju ndihmojnë të pastroni mëlçin. Çaji i lëkurave të limonit. Lëkurat e limonit janë të pasura me vitaminë C dhe shumë antioksidant. Për këtë çaj ju nevojiten lëkurat e një limoni, 250 ml ujë dhe një lugë gjelle me mjalt. Pastroni mirë me ujë dhe pak sodë buke lëkurat e limonit. Zieni ujin dhe më pas hidhni brenda lëkurat e limonit. Gjithashtu, mbujlojeni çajnikun më pas me një kapak, hiqeni nga zjarri dhe lëreni lëkurën që të çlirojë substancat mirëbërëse për 10 minuta. Kullojeni dhe ëmbëlsojeni çajin me mjalt. Ky çaj duhet pirë 30 minuta përpara gjumit dhe çdo ditë për 3 javë me radhë.
Çaj me xhenxhefil dhe limon. Sipas të dhënave, xhenxhefili me limonin arrin që të përmirësojë tretjen, luftoj gjithashtu inflamacionin dhe nga ana tjetër pastroj njëkohësisht mëlçin dhe tëmthin. Për këtë çaj juve ju nevojitet një lug çaj me xhenxhefil pluhur, 250 ml ujë dhe lëngu i një gjysmë limoni. Zjeni xhenxhefilin pluhur në ujë për 2 deri në 3 minuta. Më pas, lëreni atë në ujë për 10 minuta të tjera. Kullojeni dhe shtoni lëngun e limonit. Ky çaj duhet pirë 40 minuta përpara gjumit për 2 ose 3 javë me radhë. Çaj i mentes. Mentoli tek kjo bimë përmirëson tretjen dhe metabolizmin. Ai kontribon në eliminimin e toksinave nga mëlçia. Për përgatitjen e çajit juve ju nevojitet një lugë gjelle me gjethe mente dhe 250 ml ujë dhe gjysmë lugë gjelle me lëng limoni. Zjeni mentën në ujë dhe lëreni për 10 minuta dhe më pas kullojeni. Sipas dëshirës, mundet që të shtoni edhe lëngun e limonit. Ky çaj duhet pirë 20 minuta përpara gjumit për 3 javë me radhë. Çaji kamomilit. Kamomili është shumë i pasur me antioksidant të cilët ndihmojnë në filtrimin e toksinave nga gjaku. Për këtë çaj juve ju nevojitet një lugë gjelle me lule kamomili dhe 250 ml ujë. Zjeni kamomilin për 5 minuta dhe më pas lëreni me një anë për 10 minuta të tjera. Kullojeni dhe pijeni me një herë përpara se ju të shtriheni për të fjetur. Mundet që ta ëmbëlsoni atë me mjalt. Ky çaj duhet pirë çdo mbrëmje për 2 javë me radhë. Mëlçia është një ndër organet më të rëndësishme të trupit pasi kryen shumë funksione jetike. Ajo është gjëndra më e madhe e trupit tonë që lidhet me aparatin tretës, metabolizon të gjitha elementet ushqimor, yndyrë, proteina, karbohidrate, vitamina, kripra minerale e të tjerë, përmban gjithashtu depozitat e hekurit dhe të bakrit, prodhon substanca për të përthithur vitaminën K dhe prodhon enzima për të tretur ushqimin e të tjerë. Cirozat e mëlçisë si hepatiti A, B dhe C janë sëmundje të cilat e rrezikojnë më shumë këtë organ, pa harruar edhe depozitimin e tepërt të dhjamit. Për këtë arsye ne këtu do t'ju njohim me një recetë çuditëbërëse detoksi e cila çelmon mëlçin vetëm për 3 ditë. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 100 gram rrush i thatë i zi, një limon mesatar dhe 15 gram ginger dhe ujë. Përgatitja. Përpara se të vazhdoni me recetën, ju duhet që të zhysni në ujë të vakët rrushin për të paktën 3 orë. Merrni një enë dhe hidhni në të 3 gota ujë dhe gingerin e paqëruar. Shtojeni pastaj limonin dhe rrushin e thatë. Zjeni përzierjen për 20 minuta dhe lëreni që të pushojë gjithë natën. Ditën e nesërme ju duhet që të pini një gotë, mund ta pini të nxehtë, të ngrohtë ose të ftohtë. Në vetëm 2 ditë ju do të ndjeni gjithashtu rezultate pozitive. Këshillohet të vazhdohet kjo kur për plot 1 javë dhe është e rëndësishme që gjatë kësaj jave ju të shmangni konsumin e alkoolit dhe të yndyrave të ngopura. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.